Zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 vulosën një realitet shqetësues për demokracinë shqiptare. Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama fitoi një majorancë të frikshme me 83 mandate në parlamentin 140 vendesh, duke siguruar një pushtet pothuajse absolut. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Berishës siguroi vetëm 50 mandate, ndërsa 7 të tjerat shkuan tek partitë e vogla. Por për te shifrave, ky rezultat shpalos një të vërtetë të hidhur. Shqipëria ka mbetur pa opozitë reale. PD-ja në drejtimin e një lideri të sanksionuar ndërkombëtarisht dhe të konsumuar politikisht, jo vetëm që nuk arriti të ofrojë alternativë, por duket se është futur në një bashkëtesë të heshtur me pushtetin. Retorika e saj e stërpërdorur dhe dyshimet për marrëveshje të fshehta me Ramën e kanë shndërruar PD në një fasad, jo në një kundërshtar. Partitë e reja, megjithëse me energji pozitive, janë të përçara dhe pa strukturë për të përballuar makinerinë politike të PS-s. Në këtë vakum opozitar, shpresa për një kontroll të pushtetit vjen paradoksalisht nga jashtë, më saktë nga Washingtoni. Prej më shumë se 2 vite, Shqipëria nuk ka një ambasador të SBA-ve, një mungesë që ka lejuar qeverinë të konsolidojë pushtetin pa presionin e zakonshëm ndërkombëtar. Edhe pse ambasada amerikane ka mbrojtur vijimisht transparencën dhe luftën kundër korrupsionit, mungesa e një ambasadori të plot fuqishëm ka kufizuar ndikimin real në skenën politike shqiptare. Administrata e presidentit Donald Trump është në proces reformimi të politikës së jashtme dhe pritet që deri në shtator të emërojë një ambasador në Tiranë. Një përfaqësues i fuqishëm amerikan në Shqipëri mund të jetë opozita e vetme reale në kushtet aktuale, duke imponuar llogaridhënie dhe duke ruajtur balanca demokratike. Shqiptarët janë të lodhur nga premtimet boshe dhe lojrat e vjetra politike. Ata meritojnë një opozitë që lufton për ta, jo një elitë që hesht për interesa personale. Deri atëherë mbetet të shpresohet që diplomacia amerikane të rikthejë peshore në një vend ku drejtësia dhe demokracia janë në buzë të greminës.